Tal, po. Si që llogaritet ajo, faleminderit. Po sa i përket temës, tushit edhe djathë tjera. Ju baft mirë. Po sa ju përket temës, apo shpenzoj më shumë për lukse sa për nevojë? Po, dhe unë pajtohna paka shumë me atë gruan që tha ma herët, mendoj që shpenzoj ma tepër për luks se sa për nevojë. Se di, po jetojmë në një kohë ku luksi po vrehet, po bie në sy shumë edhe ndoshta po kërkohet ma tepër, sidomos ka gjinia femërore, po harxhohet tepër. Për shembull, ne blejmë diçka që s'na hin punë fare shpesh, neve gratë, femrat edhe kur gjejmë diçka me zbritje, kur kemi diçka jo në disponim të mirë, bëjmë tepër shopping pa nevojë, ndërka që meshkujt burrat ata blejnë kur ju duhen, malle, rrobat nuk e kçyrin çmime, ne blejnë ato që ju duhen, janë shumë ma korrekt, ma ekonomista, dhe i blejnë gjërat me vlerë, domethënë në nevojë, ushqimet e tjera. Neve femrat ndryshe veprojmë. Domethënë shpesh edhe gabojmë, po. Dhe mendon që më shumë shpenzojmë për luks? Po, mendoj për këta, po. Faleminderit shumë Zamir Vedet, përshëndet. Miru dhe gjofshin gjithashtu. Sot nuk është që veç femrat shpenzojnë, si për firmat ose si për gjithçka tjetër, sot dojnë mu duk edhe meshkujt pak. Po i shohim meshkujt me disa çanta kështu firmata. Kështu që edhe meshkujt kanë nisë me ushtyme njëri tjetrin, po m'duket se kush ka luks ma shumë, kush ka parë ma shumë se sa tash mos t'ja lyna afojmë veç femrave. Jo, tash nëse i shohim kështu, mendoj që meshkujt më shumë